Hoxh, sa namazet e istikharës rekomandohen për një çështje? Në parim, një. Vetëm një namaz e istikharës, jo ma shumë. Nëse fillon dhe më thonë, e ke bo një namaz e istikharë, tu ka mush menja jo për diçka. Jo, mos u qenë nesër prap me bo istikhare, hajtë mos po mushet menja po, se po makona mund që ashtu. Pra, istikharja në çështjet të cilat ti veç ke vendos, argumentet, logjika, njerëzit që e këshillu me ta, të kanë bind që ajo është çështje e mirë për po, atëherë s'ki nevojë me fal istikhare. Nëse argumentet, rrethonat, këshillat të kanë thonë për jo, prap s'ki nevojë me fal istikhare. Istikhare fal për atë çështje që as po as jo nuk po të mushet menja. Në momentin që e fal, edhe të ka anu mendja, ka njera on, vepra që ashtu që është po të mushet menja. Lejohet me fal edhe 2 herë edhe 3, por jo për shembull me një herë. Sot apet nesër, ose sot mëngjes apet mbrëmje. E fal masja 3 javë, masja 1 muaj, nuk ke mujt më bind kur qysh, a me bo, a mos me bo filan punën. Atër masja 2-3 javë, prap e fal. Deri sa ta she që orientohesh dika. Mirë për jo, shpesh. Dhe më thonë, i hupa jo hjeshia, jo kuptimi i istikharës.